Megi e dashur, sa bukur që u takuam këtu në Tiranë, ti nga Gjermania, unë nga Greqia, nga Athina. Kënaqësi. Kënaqësi, tashi ne të dyja kemi dalë nga radio televizioni. Domethënë kur morëm shkollën e jemi formuar gazetarisë, unë edhe nga Kina Studio, po radio televizioni ka qenë i parë për mua. Dhe tash jam shumë e kënaqur që kam përfunduar një film për Pandeli Papalilon, që ka qenë bashkëti. Pikërisht për të përgëzoj, kam lexuar nëpër mediat sociale shumë vlerësime rreth dokumentarit që keni bërë. Jo vetëm për bashortin, por mund të them pionier i anës teknike të radio televizionit shqiptar dhe të përgëzoj. Të falenderoj me gjithë shpirt. Neve speakeret kemi qenë rjesht njëra mbas tjetrës. Për shembull, unë fillimisht atje kur filloi radio televizioni ose televizioni shqiptar te ndërtesa e re, isha krahas me Kiço Kotjallin e para që fola. Pastaj mbas me Violeta Kongo, Amalia Çali, edhe erdhën dhe shoqet tjera. Flas për ato të lajmeve, po ti ke qenë një brez tjetër. Sigurisht. Edhe ne jemi njëra mbas tjetrës. 80-90 Ndërsa unë jam e vitit, domethënë në 69 të filluam për herë të parë aty edhe. Po dua të them këtë që unë besoj tek e përjetshme, e kam si njeri. Domethënë tek afizikja. Besoj tek afizikja e dashur, sepse mua në ditën e bekuar, të ujit bekuar, në 6 janar si vjet, më doli portreti i Pandit mbire si vizion. Dhe kam dhe dëshmitar se unë gjirova vetëm Perëndimin, ndërsa aty doli portreti i Pandit. Kështu që ai ishte fillesa për filmin që u bë vetëm, nuk e bëra unë. Sigurisht që ka qenë një dëshirë jote e fjetur dhe jo më kot ndodhin gjëra, por si bashort që ke kaluar vite shumë bukura, por që jeni rritur të dy profesionalisht në këtë media të asaj kohe që ishte e vetmja dhe ishte shans të punoj aty. E vonuar, po ja që e ke realizuar. Madha Zotin. Aty mbështetën domethënë një ekip i tërë njerëzish, sidomos kolegët dhe ata njerëz që kishin njohur nga afër Pandin. Dhe kjo ishte një mbështetje shumë e madhe për mua. Domethënë është një mendim i përgjithshëm për të si inxhinier edhe në Shqipëri, në atë kontributi që ka dhënë në ngritjen e antenave në përmale, por edhe për Kosovën, për Trojet, edhe deri tek ajo që e thot Ylli Pepo shumë bukur aty, thot ka qenë edhe me domethënë dimension ndërkombëtar, se tek ajo konferenca e përgjithshme e vendeve mesdjetare, jo thjesht edhe në Gjenevë, por këtu ai ishte nga të parët që mbështet nga ana teknike. Domethënë të tërë ata ndoqën variantin e Pandit. Kjo për mua ishte një zbulim, se Pandi nuk tregonte, ishte shumë modest. Okej, pasioni për punën gjithmonë sjell risi. Sot janë aparaturat që flasim, por në atë kohë ka folur mendja dhe dituria. Kështu që gjitha këto risi janë, edhe njerëzit kanë qenë modest në atë kohë, nuk thonin ua çfarë bëre. Kështu që është merite e tij të cilën e kanë përdorur teknikën e tij të tjerë breza me radhë në atë institucion. Unë gëzohem edhe për ty që domethënë më the që po shkruaj një libër lidhur me rënien e murit të Berlinit. Unë po të them një pyetje kështu, po muri me shqiptarëve kur do bjerë? Atëherë, është një pyetje mjaft delikate, por që donë një spektër të gjerë argumentash. Unë kam përjetuar rënien e murit të Berlinit dhe në një libër që po shkruaj për një personazh që i referohet edhe karrierës time, është sekja edhe e këtij momenti tepër interesant, sepse në vitin 89, si shkova unë në
Hamburg me ftesë të një ish kolegës tonë gjermane që punonin në radion e jashtme, ishte vështirë të shkoje në mënyrë krejt private, sepse në atë kohë jashtë kufive të Shqipërisë ishin vetëm ato që ishin të angazhuar me detyra shtetërore. Po privatisht mendoj se mund të kem qenë ndër të parë në atë kohë. Dhe pata fatin nga një vend komunist apo socialist, si që ishte Shqipëria, të përjetoj në Hamburg rënien e murit Berlinit, sepse unë vërtet fluturova nga Tirana në Berlin dhe zbrita në aeroportin e Berlinit lindor dhe mu desh të kaloj disa kufi të heshtur, sepse ki parasysh Berlini vetë është i rrethuar edhe Gjermania. Për të shkuar deri në Gjermaninë perëndimore duhet të kalosh 4 unaza. Berlini perëndimor rrethohet nga Berlini lindor. Pastaj Berlini lindor rrethohet nga Berlini perëndimor, pastaj vjen Gjermania lindore dhe për të kaluar në Gjermaninë perëndimore siç kalova unë në Hamburg. Kalojnë çik të shqiptarët direkt tek ajo ideja që ke ti, domethënë. Edhe pyetja që të tek shqiptarët unë jam skeptike të them të drejtën, me zhvillimet që janë bërë gjithë këto kohë në Shqipëri deri më tashti, nuk po them sepse dilema ime ishte dhe ëndra ime kur përjetova festën historike të rënies së murit atje, mendoja po Shqipëria do ta ketë këtë rast. Unë jam më entuziaste se ty. Por sepse ndryshimet të mëdha janë bërë dhe ndryshimet tjera do të vazhdojnë, edhe ky bashkim do të bëhet. Kështu e ndjej. Bashkimi mes shqiptarëve, mes shqiptarëve, duke menduar Shqipëria dhe Kosova, Dgjoj, unë i qëndroj gjithmonë ti mendimi. Sa kohë që s'kemi kufim mes vetes, Kosova është Shqipëri dhe Shqipëria është Kosova. Kulturalisht, artistikisht e kemi realizuar. Personalisht këto kufit